Në një kohë kur ritmi i jetës, teknologjia dhe informacioni shpejt shpesh nuk lën hapësirë për reflektim, filozofia mbetet një ftesë për t'ju rikthyer pyetjeve themelore mbi njeriu, lirinë, të vërtetën dhe kuptimin e jetës. Botimi akademik, rimendimi i filozofisë nga Nietzsche, vepra më e re e akademik Muhamedit Kullashit, sjell një lexim të thelluar të mendimtarit gjerman Friedrich Nietzsche, duke vendosur atë në dialog me sfidat e botës bashkohore. Përmes këtij libri, autori na fton të rimendojmë filozofinë jo si një disiplinë të largët dhe abstrakte, por si një mjet për të kuptuar më mirë kohën në cilën jetojmë dhe në raportin tonë me shoqërinë. Kemi kënaqësinë që në studio ta kemi akademikun zotëri Muhamedit Kullashin. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Kënaqësi që flasim edhe sot, profesor, si gjithmonë. Edhe për Sa herë që kemi pasur rastin të diskutojmë, të flasim qoftë për tema të ndryshme, qoftë për librat që ju i promovoni, edhe po ju thosha më herët që nuk po ndaleni së botuari, së publikuari, së punuari, edhe përgjigjja juaj ishte ajo që duhet thënë. Nuk bën me ndal, apo? Ja. Edhe ky është libri më i ri juaj që është promovuar javën e kaluar, edhe vërtet nëse e sheh përmbajtjen e sheh që është vërtet shumë interesante, edhe duket një libër për cilin duhet një kohë e gjatë. Nuk është libër që bëhet, për shkurt kohë, dhe e don kohë shtririn shumë atë gjatë. Edhe ju keni nisur shumë herët, apo jo? Ta studioni, të volumtoni edhe të mendoni për me shkru për këtë librin mbi filozofinë, e rimendimin e filozofisë së Nietzsches. Po, unë kam ligjëru në Universitetin Parizitet, dhe të thëtë temat filozofisë, edhe do të përmendja këtu për shembull se si në që mënyrë Nietzschea është i rëndësishëm për filozofinë, për historinë e filozofisë, edhe jam orvat të vinë në pah. Në fakt, përse ky autor, shekullit 19, përse ka ushtruar një ndikim aq të madh pastaj në shumë vende, në shumë shtete, jo vetëm në Gjermani ku ka lindë dhe ku ka vepruar, po edhe në vende tjera. Edhe për mua ka qenë i rëndësishëm në të mos sepse pikrisht pse ka hap tema që kanë qenë më pak të pranishme të autor tjerë, të filozof tjerë. Deri në atë kohë. Deri në atë kohë kanë qenë më pak të rimendimi. Kjo faktikisht do të thotë se ky e rimendon të tërë historinë e filozofisë, prej filozofisë antike greke, është jo shumë i mirë i filozofisë greke, filozofisë pasaj po kështu romake të një periudhe mjaft të gjatë të periudhës filozofinë e mesjetës, edhe ajo koha faktikisht që për te ka qenë si periudhë bashkohore. Rimendimi nënkupton pikrisht fuqinë e të menduarit të Nietzsches lidhur me temat filozofike që janë trajtuar qoftë filozofi greke, qoftë në periudha tjera. Edhe e kemi një rimendim edhe rilexim, edhe riformulim të çështjeve të filozofisë. Nietzsche i riformulon filozofitë jo për t'i bërë më interesante, por thjesht pse kanë nxjerrë në shesh aspekte të cilat më pak kanë qenë të hetuara nga filozofë tjerë, edhe do të thotë me një përkushtim të theksuar, ajo është orvat të vijë në pa begatin e të menduarit filozofik edhe të filozofisë greke, antike greke, do të thotë edhe të periudhave tjera. Kështu që tema rimendimi edhe riformulimi është pikrisht rezumon, ju e keni pa përmbajtjen aty, edhe shifni numrin e temave të ndryshme, treja, cilat ai i qet në përmbajtje, që janë aty edhe me cilat të shpjegon faktikisht cilat janë ato tema që janë 250 tema, po. Po, me cilat është thelluar edhe që ka rimenduar, si më thonë. E ka rimenduar, pikrisht. Edhe keni në këtë parathonje faktikisht ju shifni sa këto janë temat të tij. Për mua ka qenë e rëndësishme sepse
pasi në larguan nga Universiteti i Prishtinës, do të thotë në Universitetin Parisin 8, kam pas nderin të integrohem mjaft shpejt edhe të ligjërojnë Departamentin e Filozofisë, departament të cilin e ka themelu filozofi madh francez Michel Foucault. Michel Foucault edhe me autorët bashkëkohor që kanë ligjëruar në atë kohë në Parisin 8. Prandaj kjo temë e rimendimit nxjerr në shesh begatin e të menduarit filozofik të Nietzsches, edhe kompleksitetin, po të njëjtën kohë edhe janë tekste ose janë mendime të themi që janë të kapshme, nuk janë të pakuptueshme ose nuk janë që nuk mund të shpjegohen. A mund të ndërhyj, profesor, veç më interesant ky edhe për shikuesin. Rimendimi filozofik i Nietzsches, ai bie që i rrezon disa teori për t'i vënë në dukje disa teori të tjera që janë të vetat, apo thjesht si më thon, punon mbi ato edhe ka një qasje ndryshe mbi diçka për cilën njerëzit kanë besuar, kanë studiuar për vite të tëra. Po mendoj pikërisht është kjo e dyta është sepse për atë ka qenë preokupimi, është fuqia natyrisht e të menduarit të filozofik, është aftësia e tij që t'i artikulojë ndryshe disa tema me cilat është marrë, prandaj edhe janë rimendim edhe riformulim faktikisht. Edhe këtu është ajo vetësia pikpamjeve të Nietzsches. Originaliteti i tij, është autor i cili lexohet në shumë vende, në shumë universitete të tjera dhe kalon ndikim të madh, do të thotë në brenda universiteteve edhe brenda instituteve të kërkimeve. Çka e bën kaq të veçantë Nietzschen, profesor? Po thoni që sigurisht vazhdon të jetë ndër filozofët më të lexuar edhe më të debatuar edhe sot, por çka e bën kaq të veçantë edhe cilat prej ideve të tij ndoshta janë aktuale edhe në kohën që po e jetojmë ne sot? Veçantia e tij është pikërisht pse ai arrin të riformuloj çështjet filozofike, jo formalisht, jo në mirë, po ai arrin të vejnë në pah begatin e të menduarit, të themi, të parit tema filozofike, qoftë të filozofisë greke, qoftë të filozofisë romake më vonë, po sidomos megjithatë ai është përqendruar më shumë te çështjet e kohës së tij, shekullin 19, edhe vetësia të menduarit të tij është se ai ka anticipu rreziqet e Evropës në atë kohë. Ai ka parandi, fatkeqësisht, i ka parandit të dy luftrat botërore, megjithëse nuk ka qenë dëshmitar i dy luftrave botërore. Analizat për cilat ai shkruan tregojnë begantinë e kësaj intuite, ku ai në mënyrë shprehimisht flet për shembull ka përshkrimin e situatave ku thotë ne jemi duke ecur mbi pjesë që janë prej ngricave. Ne po ecim mbi grica, të cilat do të plasin edhe do të sharojmë faktikisht brenda. I parandjen rreziqet që të dy luftrave botërore në Evropë. Flet edhe për arsye shumë konkrete, të cilat ngarkesat, të themi edhe ideologjike, edhe paragjykimet të grupeve të ndryshme që janë, edhe ai orvatet në të njëjtën kohë megjithatë të vijnë pas se si mund eventualisht të kapërcehen këto paragjykime, edhe në atë mos sa filozofia ka mujt pikërisht të ndikoj në artikulimin e temave ose problemeve të cilat mund të shpihen në rrugë tjera. E keni këtu përmbajtjen për shembull me shumë tituj që tregon se si mund të kapërcehen çështjet e urrejtjeve masive midis grupeve të ndryshme shoqërore. Unë kam qenë në Universitetin Parisit 8, pasi na kanë larguar prej universitetit aty ku kam punuar 17 vite. Me fjalë tjera, edhe largimi, dëbimi ka qenë dëbim spastrimeve etnike. Këto janë tema për cilat Nietzsche faktikisht ka shkruar po kështu. Temat e urrejtjeve ndëretnike, temat e urrejtjeve ndërfetare edhe pasojat që ato kanë kriju në Evropë. Edhe ai parandjen rreziqe të reja për Evropën. I parandin në tekstet e veta, se këndemi ka qenë e rëndësishme me fjalë tjera për mua të flas jo duke shpjeguar se çka po ndodh
shprehimisht në Kosovë ose në ish Jugosllavi, por kemi qenë me fjalë tjera, kemi qenë bashkëkohor të asaj që ka ndodhur në Ballkan. Nëse shohim, profesor, përmbajtjen është shumë interesante, pra siç e tham janë mbi 250-60 tema të trajtuara brenda këtij libri, në cilat Nietzsche sigurisht pra thjesht është angazhuar intelektualisht me diskutu, me mendu, me shkru mbi këto tema, po e shohim që ka një farë laramanie të madhe të temave, nga çështjat e luftës, çështjet e asaj periudhe në cilën është jetuar, dhe mandej ta zëm ka diçka që shkruan për ëndrrën, ka për diçka që shkruan për artistët dhe publikun e tyre. Pra po mbon përshtypje kjo laramania e çështjeve, temave në cilat angazhohet një filozof, një personalitet. Pse ka bërë edhe si ai ka qenë preokupuar edhe mendimi i tij faktikisht brenda filozofisë ka arritë të lidh aspektet edhe të arteve, do të thotë ashtu si janë zhvilluar qoftë në antikitetin grek, qoftë në periudha tjera të historisë njerëzimit, nuk ka mbeti mbyllur vetëm në një epokë, vetëm në një periudhë ose vetëm brenda një tematike. Edhe këto janë prirjet e tij. Janë prirjet e tij dhe janë aftësitë e tij që t'i lidh temat estetike, temat e estetikës me tema pastaj të një realiteti të vrasht, të rënd në shoqërinë në të cilën ka jetuar. Edhe janë intuitat e tij, po kështu ai ka parandiq rreziqet, ka paralajmëruar faktikisht, nuk ka qenë dëshmitar as luftës së parë botërore, as luftës së dytë botërore, por i ka paralajmëruar që të dyjat në mënyrë shumë qartë do ndodhin. Edhe do ndodhin sepse lëvizjet në vende të ndryshme të Evropës kanë qenë në atë drejtim. Ai ka hetuar faktikisht që urrejtjet, paragjykimet, mobilizimi ushtarak, edhe ai është shumë kritik pikërisht ndaj kulturës politike gjermane, e cila vend theksin të militarizimi. Edhe koncentrimi edhe përqendrimi të militarizimi i shtetit gjerman të asaj kohe ka qenë për të një rrezik për Evropën. Kështu që ne kemi në tekstet e tij paralajmërimi të dy luftrave botërore në format të ndryshme, ka qenë vetë gjerman, është rritë në një familje, do të thotë që ka ofruar kushte shumë të mira për studimet, por anticipimi i këtyre ngjarjeve ka pas një pjesë të rëndësishme, do të thotë edhe për bashkohanikët e tij. Profesor, ky botem, ai dedikohet vetëm studiuesve të filozofisë, apo mundet thjesht me kuptu edhe publiku më i gjerë edhe me lexu këtë botem? Unë mendoj që mund të lexohet për një publiku edhe mund të kuptohet edhe. Mund të kuptohet edhe vetë stili Nietzsches është stil i cili mund të kuptohet edhe mund të lexohet, mund të shihet. Sepse ka pasur shumë raste që ndoshta edhe interpretimet e tij janë keq interpretuar, mendimet e tij janë keq interpretuar. Një nga më të njohurat është Zoti ka vdekur, që shpeshherë është keq interpretuar nga ata që e kanë dëgjuar, që e kanë lexuar si ide. Si mendon që mund ta kuptojmë këtë thënie të tij? Nietzsche është mendimtar i madh i cili do të thotë ka trajtuar çështje edhe raportet midis filozofisë dhe teologjisë. Theos, që është si Zoti, edhe filozofia që nuk është teologji, po është dije tjetër, është lloj krejt tjetër i dijes shkencore mbi shoqëritë bashkëkohore. Edhe kështu që ndikimi i Nietzsches ka qenë i theksuar edhe deri në ditët e sotme. Unë mund t'ju them sot se shembull jam habit me numrin e madh të botimeve të veprave të Nietzsches në Paris, në librari të ndryshme, interesimi për breza të ri që kanë ardhur edhe si e kanë lexuar. Po jap një shembull tjetër, një prej mendimtarëve më të mëdhenj në historinë e njerëzimit, Martin Heideggeri. Ai është gjerman, ka ardhur më vonë, e ka përjetuar luftën e parë dhe luftën e dytë botërore, edhe ai ka qenë natyrisht i ndikuar me këto shpjegime shumë të thella, edhe me paralajmërimin e pasojave të luftrave botërore. Është thellësia e mendimit të tij, është anticipimi, për shembull, ai përshkruan periudha të ndryshme të
historisë në Gjermani të cilat do të shpijen ka katastrofat. Edhe ai nuk ka qenë dëshmitar i këtyre katastrofave, por i ka parandije sepse i analizon ligjërimet, i analizon jetën politike, i analizon militarizmin gjerman. Edhe është kritik e këtij militarizmi gjerman, ka qenë bashkohanik i asaj kohë, edhe me që kërkimit e tij kanë qenë të orientuar faktikisht ka një botë njerëzore, ka një botë që ka një kuptim të ekzistencës, jo të urrejtjes, jo ngarkesat ndërfetare, ndëretnike tjera, që kanë qenë faktikisht të rrezikshme edhe që moti me fjalë tjera dhe në atë kohë edhe për luftën e parë botërore dhe më vonë. Mirë, po në formë se kur ju pyetej zona profesor, nëse mund të lexohet edhe prej njerëzve, prej një publiku më gjerë që nuk janë studiues ose student ose pasionant të filozofisë, pra ju e keni sjell këtë libër me atë sa e kemi parë në formën e tillë që vërtet është i kapshëm për këtë që me ka një, si thon, një stërvitje për leximin, a? Po unë mendoj që ai me stilin e të shkruarit të tij na ndihmon të kuptojmë. Na ndihmon sepse ka qartësinë, e ka racionalitetin e filozofisë. Ai ka qenë shumë ndikuar nga filozofia franceze, e thot në mënyrë shprehimisht, e thot në këto tekste janë autorët prej shekullit 18, për shembull, iluminizmi francez, Voltaire, Rousseau, Diderot e tjerë si autorë që ai i çmon shumë, edhe në anën tjetër ka filozofinë gjermane që është pak kështu shumë e thellë, është Kanti, është Hegeli, janë mendimtarë tjerë të cilët kanë ndikuar po kështu edhe në Francë, kanë ndikuar edhe në vende tjera, edhe këto janë ngushësisht të lidhura njëra me tjetrën. Edhe filozofët të Gjermanisë dhe të Francës, po ky ka qenë mjaft i fascinuar me letërsinë franceze, letërsinë e shekullit 17 edhe 18 për shembull, edhe flet me admirim për stilin e poetëve francez, të letrare francez, ndosë Gjermania është shumë e begatshme me mendimtar të mëdhej, me poetë të mëdhej, ka qenë edhe Goethe aty, edhe filozofë tjerë, po ai ka bërë një lidhje midis filozofëve franceze dhe filozofëve gjerman ose poetë. A është rreziku në thojza profesor, edhe me u keq kuptuar ta zëm mendimet filozofike të një filozofi të shekullit të 19 në raport me kohën në cilën jetojmë, pra ato mund të kenë qenë, ta zëm, nuk e di, ma thoni ju, po si atë që ju pyeti edhe Gzona, pra a mundën me u keq kuptuar disa fraza, disa thënie, disa teori, me mendime, ide. Po pra, thjesht a mundet me u lexuar një filozof sikur në shekullin e 19, si të 20, sikur në shekullin e 21, pra në këtë kohë që po jetojmë ne, pa u keq kuptuar, por thjesht me u kontekstualizu. Ai ka një racionalitet në shpjegimin e temave dhe problemeve edhe teologjike, nuk është teolog, nuk është, të themi, ai është filozof. Edhe filozofia ka hapësinë në vetë menduar. Jo vetëm për këtë temë, në përgjithësi, jo vetëm për këtë temë, për Zotin, po. Edhe për tema tjera, kështu që ky e ka një qartësi, nëse i shfletoni tekstet e shifni që në një mënyrë shumë të qartë i shpjegon problemet me cilat ai vetë është ballafaqur. Edhe ajo që është e rëndësishme është megjithatë që ai ka parandi dhe ka paralajmëruar rreziqet për Gjermani edhe rreziqet për Evropë. I ka paralajmëruar që të dy luftrat botërore. Edhe i ka ditë rjedhojat shkatrimtare faktikisht të ideologjive, të paragjykimeve. Ai ka qenë bashkohanik, motra vet ka qenë ndikuar prej rrymave të ndryshme naciste në Gjermani, edhe ai kritikon faktikisht, ajo i ka falsifikuar disa tekste të Nietzsches, me atë është vetëm një shembull edhe brenda një familje të themi që ka pasur atë përvojë, preokupimi i tij ka qenë pikërisht të vënë në pa begatinë e fuqisë së mendimit, begatinë e imagjinatës, begatin e aftësive të njeriu që të komunikojë me njerëzit tjerë në krijimtari, në elemente të ndryshëm, qoftë teatri, arti ose mundësia e shpjegimit të fenomeneve të ndryshme në një shoqëri me një gjuhë që ka qenë e kapshme për bashkohanikët e tij. Edhe vazhdo me qenë, po.
Profesor, sa konsideroni që në Kosovë dhe rajon ka hapësirë dhe i kushtohet filozofisë dhe mendimit kritik qoftë edhe në jetën publike, edhe a kemi nevojë ndoshta për më shumë debate filozofike dhe kulturë të debatit në përgjithësi në vendin tonë, sa e kemi të stërvitur, si shta edhe Agroni në fillim, këtë mendimin kritik, apo rrjetet sociale dhe qasja e shpejtë në informacionet të shpejta, ndoshta e ka minimizu pak atë mendimin kritik. E sheh si shqetësim këtë pjesë? Na mund të flasim për shqetësimet edhe për mungesat, natyrisht edhe si një qasje kritike, edhe ato mund të kapërcehen me një lexim kritik, me një lexim sot ka më tepër botime, sot ka më tepër mundësi, edhe Kosova si vend edhe si shtet është i hapur ndaj ju e dini sa numër i madh i trive tonë të studiojnë në vendet tjera, edhe në Evropë, edhe në SBA. Do të thotë ajo fatkeqësia që ishte atëherë i luftës edhe të merreve të luftës që ndodhen këtu pastrimet etnike, përmbanin në vete edhe një dimension tjetër, mundësinë e hulumtimeve, mundësinë e studimeve edhe komunikimin pastaj me qytetarët e atyre vendeve, qoftë në SBA, qoftë në Gjermani, qoftë në Francë, qoftë në e tjera. Neve na dëbuan nga Universiteti i Prishtinës edhe ndodhi pastaj që u krijuan kushtet që të ligjërojnë në Universitetin e Parisit 8, një universitet shumë edhe me peshë, edhe janë mundësit që ajo universiteti ka ofru edhe tjerëve studentëve që kanë ardhur nga vende të ndryshme, edhe nga Gjermania. Unë e kam përmend aty autorë gjerman që janë marrë, ose autorët francezë që janë marrë me mendimin e Nietzsches, edhe përmes dialogut të tyre ata i kanë këmby pikpamjet e tyre, të themi mbi. Unë kam pasi student nga Franca, edhe nga Gjermania, edhe nga Amerika Latine, ka pas mjaft student që kanë qenë të interesuar, edhe pyetjet, mënyra si formulonin ata ato pyetje, kanë qenë të ndryshme, sepse kanë ardhur për mjediset të ndryshme kulturore, po ajo ka qenë një begati e veçantë, pikërisht që brenda një auditori të kemi pas student nga kontinentet të ndryshme. Edhe me edukime, botë kuptime, edhe ndërtime të ndryshme. Profesor, shumë faleminderit që erdhët sot, kënaqësi që biseduam. Faleminderit juve për ftesën. Urim edhe njerë për librin, ne sigurisht urojmë që edhe shumë punë të tjera të dalin nga pena juaj, apo jo, edhe nga mendja juaj. Faleminderit, mbarsi